Do me thonë, këto modulet dollën prej maqinës edhe jenë të mbjellta, me fora të kastravecit. Zakonisht, substrati për mbushjen e moduleve përzihet me një komponent, me një materje vulkanike që quhet vermikulit. Përparësia e vermikulitit është se ndikon në procesin e ajrusjes sistemit rënjur. Është i përpunun pllogza jashtëzakonisht të holla. Edhe kur të ka lagështi tepër të substrati, sasia tepër të ujit deponohet mes të pllogzave të holla, që është i përpunun, po kur të ka mungesë lagështijës, vetvetiu substrati e thith prej pllogzave të vermikulitit ujin. Domethënë drejt për drejt ndikon në stres. Rëndësia e përzierjes substratit me vermikulit është edhe te mbulimi i forës. Do me thonë, nëse mbulohet fora 100% me vermikulit, sikur këtu qysh po duket, është një përparësi sepse zona ku është e mbjellur fora është e mbrojtur nga smundjet kërpudhore. Do me thonë, gjasat janë minimale për paraqitjen e smundjeve sepse ndikon në procesin e ajrusjes. Përqindja e përzierjes të substratit me vermikulit është jo ma shumë se 25%. Këto e kom pas edhe në hulumtim të eksperimentit për temë doktoraturës. Nëse përzihet ma shumë se 25%, ky nuk ka ushqim, edhe ndikon në varfërimin e substratit. Ma vonë do të me intervenu pa tjetër, po nuk ka nevojë ma shumë se 25%.